A është nesër nata e madhe? Nesër është natë e mirë. Është nata e berajetit. Është nata e gjysmës së muajit Sha'ban, ku kuptohet për një hadithit profetit alayhis salam se Zoti i gjithësisë pra vështron krijesat e tij dhe i fal shumicën pra njerëzve, përveç njeriu i cili është idhujtar, i bën Allahu të lartësuar pra shok, dhe një njeri i cili mban mëri, ose në një transmetim tjetër i shkput lidhjet farefisnore. Prandaj është e udhës, nëse du me na fal Zoti i gjithësisë, me u largu idhujtarisë. Shirku, idhujtaria është mëkati që Allahu i lartësuar nuk e fal, nëse njeriu nuk pendohet. Prandaj është e udhës që njeriu me heq dorë një herë mirë prej saj, prej idhujtarisë. Me adhuru Allahun e lartësuar një të vetëm. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allahu nuk fal, dhe bëhet atij shok, ortak. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. E përveç kësaj, pra, Zoti i gjithësisë fal këm të dojë. Po ashtu edhe mërin, me u largu grindjeve, zënkave, me pajtu me njerëzit. A do me të falë Zoti i gjithësisë? Fale tjetrin, më shiroje. Elusim Allahun e lartësuar që të na falë dhe të na mëshirojë. Amin.